Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur besimtar musliman, vëllezër dhe motra, në prag të festës së madhe të Kurban Bayramit, kam kënaqësinë dhe nderin që në emrin tim personal dhe në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, t'ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi, begati dhe harmoni në familjet tuaja. Kurban Bayrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Është festa e sakrificës, e bindjes ndaj Zotit, e solidaritetit dhe e dashurisë për njeriun. Ajo na rikujton shembullin e profetit Ibrahim a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili me devotshmëri të plot tregoi besim, durim dhe përkushtim ndaj krijuesit. Ky mesazh mbetet edhe sot një thirrje e fuqishme për të forcuar moralin, përgjegjësinë dhe humanizmin në jetën tonë të përditshme. Në këto ditë të bekuara, mira besimtar nga mbar bota ndodhen në tokat e sheta të Mekës për të kryer haxhin, një nga shtyllat themelore të Islamit. Haxhi është simbol i unitetit, barazisë dhe përkushtimit ndaj Zotit të gjithësisë. Besimtarë të gjuhëve, kulturave dhe kombeve të ndryshme bashkohen në një adhurim të përbashkët, duke dëshmuar se feja jonë ndërtohet mbi paqen, respektin dhe vlerat njerëzore universale. Kjo fest na fton të reflektojmë më shumë për njëri tjetrin, të jemi më pranë familjeve tona, më pranë të moshuarve, njerëzve në nevojë, jetimëve dhe çdo zemër që ka nevojë për mbështetje e shpresë. Kurbani nuk është vetëm një ritual fetar, ai është një akt solidariteti, ndarjeje dhe kujdesi për tjetrin. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, konflikte, pasiguri dhe vështirësi sociale, mesazhi i Kurban Bayramit merr një rëndësi edhe më të madhe. Kemi nevojë më shumë se kurrë për mirëkuptim, dialog, respekt dhe bashkim mes njerëzve. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë dashuri, më shumë drejtësi dhe më shumë shpresë. Shqipëria është një vend që krenarisht ka ruajtur harmoninë ndërfetare dhe respektin reciprok mes besimeve. Kjo është një vlerë e çmuar që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë çdo ditë. Festa të tilla na kujtojnë se besimi duhet të jetë gjithmonë një burim paqeje, qytetarie dhe shërbimi ndaj të mirës së përbashkët. Në këtë ditë të shenjtë, lutim Zotin e gjithësisë që të pranojë adhurimet, lutjet dhe kurbanet e besimtarëve, të sjellë paqe në zemrat tona, begati në familjet dhe mëshirë për mbar njerëzimin. Uroj që kjo fest të sjellë gëzim në çdo vatër shqiptare, shëndet për familjet tuaja dhe mirësi për të gjithë shoqërinë tonë. Gëzuar Kurban Bayramin, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit të gjithësisë qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Faleminderit.